Mirë, është koha tani që të rikthemi një herë në vëmendje ato çka ka ndodhur në vitet 90, por kryesisht edhe me periudhën maj në cilën jemi, ku në 26 maj të 96 atij viti, në të cilën Partia Demokratike ka manipuluar gjithë procesin zgjedhor, për cilin material ky që ne kemi përcjell edhe gjatë 2 ditëve të kaluara në edicion informativ për tema diskutimi në studio, duke fituar rreth 131 deputet nga 140 të mundshëm, një proces i manipuluar, i kontestuar edhe nga Bashkimi Evropian. Agodhi, besoj e kujtoni fare mirë atë situatë që 2 ditë më pas në protestën organizuar nga Partia Socialiste ushtrua një dhunë tepër e ashpër ndaj socialistëve. Shiko, represioni kundra opozitës së atërshme, Partia Socialiste, normalisht nuk ajo ishte, si më thënë, epilogu i gjithë ngjarjeve, kishte filluar që në vitin që në 92-shin e mrapa, por që fitoi zgjedhjet e përgjithshme Partia Demokratike, të vetmet zgjedhje që ka fituar gjatë gjithë jetës vet, me pa dhunë, me dëshirën e popullit, se siç dihet, njerëzit ndoshta e kanë harruar të ke qenë 2 vjeça, 1 vjeç se di, po mas 4 muajsh Partia Socialiste në 26 korrik fitoi zgjedhjet lokale, në më shumë se gjysma të zgjedhjeve lokale, 4 muaj pasi Partia Demokratike kishte fituar bilqëm zgjedhjet e përgjithshme. Fitoi bashkitë dhe komunat 47 pikca me 35. Domethënë ishte një përmjysje për 4 muaj, se u duk brumi mirë duke që fillim. Dhe filloi në 1994 me referendumin në dorën 94-s. Referendumi ishte përgatit që do fitote bindshëm referendumi poja e Sali Berishës. Por një humbje katastrofike, që herë parë dhe fundit Berisha ka dalë në konferencë shtypi mbas mbarimit të referendumit vetëm 7 minuta pallatin e Kongresit. Dhe këtë moment të 96-s më pas të proces manipulimi, por kryesisht tek dhuna, se ajo u rikthye në vëmendje edhe nga kryeministri. Shiko, mitingjet ose demonstrimet kanë pas të dyja partitë për zgjedhje për kështu, por të dhunuara gjithmonë në mitingjet e Partisë Socialiste kanë qenë nga më të dhunshmet, sidomos periudha 94, 96 që filloi dhe fushata parazgjedhore. Në atë kohë Partia Socialiste e drejtonte Kaçja, 2 janë bërë për Rahmet Servet Plumin, Luana Daraga, që sjetoi më në Amik Dogle dhe Ilir Meta, dhe me direktivat nga burgu të Fatosnanës. Por këta ishin Kaçja që udhishin gjithë programin dhe situatat e Partisë Socialiste. Dhe më thënë fillun mitingjet në për rrethe Partia Socialiste për përgatitjen, pasi kishte marrur për zgjedhjet e 96-s. Por në çdo qytet që kemi shkuar vetëm dhunë policore, dhunë e papar. Të tregoj një rast, një episod, ktheheshim nga Gramshi, ku bëm mitingun në Gramsh, më shkoj normal, nuk ishte se kishte represion nga forcat e policisë, dhe kthehemi. Do bëshim miting fillimisht në Belsh, në Cerrik, dhe pastaj mitingu i madh që do bote në Elbasan, si qark. Nisemi për të shkuar në vijim nga Gramshi, futemi në Cerrik, kalojmë Cerrikun në afërsi të Belshit, pa shkuar ke liçenet, ishin bllokuar rruga. Ishin bërë prit. Po, kishin bërë prit nga opozitarët, domethënë qeveria kishte nxjerrë njerëz të vet, militantët e Partisë Demokratike kishin vënë mjete, rruga e bllokuar sepse dihet që ajo rrugë vjen jo mësuesve, vjen nga Kuçova për në Elbasan.